Pas lirimit nga paraburgimi, rikthimi i gjestit nuk ishte thjesht një dalje publike, ishte një shpërthim emocionesh, një reflektim i thellë dhe një përballje drejt për drejt me realitetin që ai vetë e pranoi se nuk ishte i lehtë. Në një mesazh të gjatë dhe të ndjer, ai nuk u mundua të justifikojë, por zgjodhi një rrugë më të vështirë, pranimin. Pranimin e gabimeve. Pranimin e gjendjes së tij. Dhe mbi të gjitha, pranimin se ishte një periudhë që e kishte thyer, por jo rrëzuar përfundimisht. Periudha e fundit nuk u kon më e lehta për mua. Kjo fjali nuk është thjesht një deklaratë. Është një rrëfim që flet për presionin e padukshëm që shumë artistë përjetojnë larg syrit të publikut. Një presion që nuk shihet në skenë, nuk dëgjohet në muzikë, por që grumbullohet çdo ditë deri në një pikë shpërthimi. Gjesti nuk e fsheh, ai pranon se ka gabuar. Dhe në një kohë ku shumë zgjedhin të mohojnë apo të fajsojnë të tjerët, kjo e bën reagimin e tij edhe më të fortë. Kërkon falje për shqetësimin, shpreh pendes të sinqertë dhe thekson diçka që prek, nuk jam njeri i tillë. Kjo fjali hap një debat më të madh, sa shpesh njerëzit gjykohen nga momentet e tyre më të dobta. Sa herë një gabim bëhet etiket? Dhe sa e vështirë është të tregosh se nuk je ai moment, por diçka shumë më tepër se kaq? Ai flet për një torturë të vazhdueshme, një presion që nuk ishte ndalur. Dhe këtu fillon një tjetër dimension i historisë, ai që publiku nuk e ka parë plotësisht. Një prapaskinë e industrisë së muzikës, marrëdhënieve kontraktuale, borxheve dhe përplasjeve që shpesh mbeten të fshehura. Deklarata për nisjen e procedurave ndaj kompanisë Onima është një tjetër kapitull që premton të zbulojë shumë. Borxhe të papaguara, mundësi të humbura, dëme të shkaktuara ndër vite, janë akuza të rënda që tregojnë se kjo histori nuk është vetëm personale, por edhe profesionale. Një përballje jo vetëm emocionale, por edhe ligjore. Ai paralajmëron, ka shumë sene që hala nuk i dini dhe kjo krijon pritje, por edhe tension. Sepse kur një artist vendos të flas hapur, shpesh pasojnë të vërteta që mund të tronditin jo vetëm fansat, por edhe vetë industrinë. Por pavarësisht gjithë kësaj, një gjë mbetet e pandryshuar, muzika. Muzikën smunet me Manal Kerkush. Kjo nuk është thjesht një fjalë krenarie, është një deklaratë lufte. Një zotim që, pavarësisht pengesave, ai nuk do të ndalet. Edhe nëse duhet të publikoj vetëm në TikTok apo Instagram, ai është i vendosur të qëndrojë pranë publikut të tij. Dhe ndoshta kjo është ajo që e mban në këmbë, lidhja me njerëzit. Falënderimi i tij për fansat nuk është formal. Është i ndjerë. Sepse në momentet më të vështira janë pikërisht ata që i japin një artisti arsye për të vazhduar. Mesazhet, mbështetja, besimi janë gjërat që nuk blihen dhe nuk imponohen. Ai falënderon edhe ekipin e tij ligjor, duke treguar se kjo betejë nuk është individuale. Është një rrugëtim i përbashkët me njerëz që kanë zgjedhur të qëndrojnë pranë tij në një moment kritik. Në fund, mesazhi i tij mbyllet me një besim të fortë, drejtësia ka me fitu si gjithmonë. Është një fjali që për disa tingëllon si shpresë, për të tjerë si sfidë. Por mbi të gjitha, është një deklaratë që tregon se ai nuk është dorëzuar. Kjo histori nuk është thjesht për një incident apo një reagim. Është për një njeri që po përpiqet të rikthehet, të rregullojë gabimet, të luftojë betejat e tij dhe të mbajë gjallë atë që e ka bërë të njohur, muzikën. Dhe tani pyetja mbetet, a do të jetë kjo kthesa që do ta forcojë më shumë, apo fillimi i një betejë edhe më të madhe? Koha do ta tregojë. Por një gjë është e sigurt, gjesti nuk ka ndërmend të heshtë.